kush janë njerëz të mirë, kush është njëri i mençur. Allahu tha: "Wa habbaba ilaykumul imana." Njerëzve të mirë, njerëzve të pjekur të mençur, Allahu te baraka ve taala u dha besimin dhe u bëri të dashur besimin. Do thotë, njeriu i mençur beson. Njeriu i mençur e don besimin. Njeriu i mençur e ruan besimin. Njeriu përmes besimit tregon pjekurinë e tij, tregon arritjen e tij, tregon suksesin e tij. Nuk ka sukses më i madh në këtë dunjë të ndërlozur se me e kuptu kush është Zoti yt, me e kuptu si duhet me adhuru Zotin tënd, dhe me e kuptu cili është qëllimi i krijimit dhe cili është përfundimi yt final në botën tjetër. Çto është mençuria, çto është pjekuria, dhe tema e mençurisë, pjekurisë, lumturisë realisht sillet rreth këtij boshti. Boshti të besimit në Allahun te baraka ve taala dhe të gjitha pastaj tjerave që degëzohen nga besimi në Allahun xhalla xhelaluhu. Andaj Allahu tha, të mençurve, të duhurve, të mirëve, Allahu a dha besimin dhe u bëri të dashur besimin. Do thotë, ka njëri që ka besim, por ndoshta nuk e don mjaftueshëm besimin. Nga pjekuria e njeriu është ta vlerëson besimin. E para, ta ketë besimin, dhe e dyta, ta vlerëson besimin. Ta vlerëson si begati madhore dhe ta ruan besimin. Nga se të ndërruzër, njeriu sa ma tepër e njeh një begati, e ruan më tepër. Dhe sa ma tepër e vlerëson një begati, është tregues i mençurisë dhe i pjekurisë së tij.